UÇK-ja bazat e krijimit I ka prej oficerave shqiptarë. Prej grupit, jo, kjo tash unë du të arsyetoj dhe të argumentoj këtë. Po, bravo. Se do të thosh sa emra këtu. Po, që ti themi një nga një dhe jemi emrin më njohës. Lutem, okej. Na themi Babaluku, babai nusës Bajram Begës, do të thotë presidenta aktual. Zonjës Amarda, babai I saj. Babai I Rajmondës. Amarda Begaj. Po. Zonja e parë. Do të thotë Hysena si e ka pas emrin. Po. Ka qenë koordinuesi kryesor I trajnimit grupeve të UÇK-s ku ka qenë edhe Adem Jashari. Ngelem duke kritikuar presidentin, themi një gjë të mirë, domethënë babai I zonjës parë. Zonjës parë, po se ata e ka Armanda, Raimonda nuk e di. Amarda, se kam bërë librun dhe e njoh shumë, dhe ka edhe njoh vetë. Babai Amardës ka qenë koordinuesi kryesor I prurjes të ekipeve të UÇK-s në kohën e Ramiz Alis. Po e thot luftëtari UÇK në kohën e Ramiz Alis. Do të thonë që në vitin 91. Që në kohën marrëveshja në shkruar me Ramiz Alin. Marrëveshja është prish me Sali Berishën. Po dalë se nxorë Berisha nxorë, kështu e nxorë se. Po do të jap argument. Zahir Pajaziti është arrestuar me 13 nëntor 94-ën, kur ka qenë presidenti Sali Berisha. Jo, arrestuar dhe Hashim Thaçi dhe Adem Jashari. Unë po flas për heroj emblematik. Okej. Tani me Ramiz Alin kur? Në 90-ën është nënshkruar marrëveshja me Ramiz Alin. E që 90-ën, jo 91. Jo, 90-ën. Po kur, ç'a muaj 90-ën? Nuk jam I sigurt në cillin muaj, por ambasada shqiptare në Bern, edhe e Austrisë në Vjenë, kanë pas kontakte me Lëvizjen Popullore për Republikën e Kosovës, LPK-n, me strukturët Dhe firmosen? Firmosen. Marrëveshjen në shefta, Dhe këtu tani u vunë në funksion ushtarakët shqiptar, oficerët. Pse thom me dalë të pyetja jote? Ata krijuan, ata I morën grupin e Adem Jashari, grupin e Sali Çekut, 2 grupe kanë qenë. Grupi I Ademit ka qenë I dyti, grupi I parë ka qenë I Sali Çekut me Sami Lushtakun, kryetarin aktual të Skënderajit. Dhe fillon të stërvitesh? Fillon të stërvitesh në bazat e raporteve ushtarake. Këtu në Barim e Gropën, në Dajt. Po, mbrapa Dajtit. Mbrapa Dajtit. Cilët erdhën, e para një cilët ishin oficerët shqiptar? Mund të thuash, ja, një thatë juve, babai I zonjës parë. Okej, ka qenë edhe aq sa unë kam informacion. Po. Ka qenë edhe Spiro Butka. Po. Atër ka qenë kolonel, tash më duket në pension, po është me gradë general. Ka qenë edhe ndolje e ka një emër. Okej, nuk ka problem. Do thënë këta Arqile Mandro. Këta organizuan stërvitjen e atyre që themeluan UÇK-n. UÇK-n e ka themelu shteti shqiptar, unë nuk pajtonem ato që u themelu UÇK-ja për grupeve të caktuara kështu. Po, e ka themelu shteti shqiptar. Bëni deklaratë shumë të fortë. Shumë të fortë dhe kur e ka themelu? Argumentoj. Po të lidhej me çështjet të themelimit, ti e ke pas, jo, ne do dalë në historinë e emisionit. E përmbysë. Jo, në historinë e emisionit. Për mirë. Të emisionit tënd që e ke pas para një muaj sa një në studio, ku thot për operacionin e çlirimit të Kosovës. Jo, tash do të japim një Aerolima. E përshëndesim Aerolimën se ka qenë një me shumë respekt. Dhe intervista shumë e bukur, një zyrtar, një ushtarak që me të vërtet I ka dhënë. Po ja pse thomën e themeloi shteti shqiptar. Maren Kasmi është një ndër historianet më të mirë që e ka. Me vërtet? Po që ka. Më gëzove shumë për këtë. Maren Kasmi është ndër historianet më të mirë që e ka studiu luftën e dytë botërore, dhe sidomos sistemin e dikush I thotë regjimi diktatorial, po unë kurse thon për Enver Hoxhën regjim diktatorial. Po ç'e ishte? Regjim popullor. Që nga Enveris? Jo. Që nga Enveris? E kam me mburi me që në Enveris, po... Me vërtet e ke? Po, sinqerisht. Ore, juve duhet të fillojnë që të në hape shumë folder, a? Atë përgjinën të pytjen... Atëre fillojnë të... Pse e themelojnë që kanë shteti shqiptar? Pse? Maren Kasmi, para 2 vite ka botu në Institutin Arkeologjik të Kosovës, dega historisë, një punim shkencor, e keni në internet, ku thot, kur ton punim shkencor, aty kanë qenë studiu. Margleni e ka mik dhe besoj dhe të shmoj shumë. Lutem, ta konfirmosh edhe në qoftë se une nuk jam I sinqert mos ta përdor atë fjalën tjetër. Jo. Në të lutem, ti duhet më demantosh më publikisht.
Po jo, më jo. Thot, Marenglen Kasmi e gjen dokumentin, Çfarë shkruan? në vitin 69, Po. epet urdhri. Tash unë ku thon, du me thonë Enveri, se Enveri së marrë ndoshta me këto, po nuk o bo diçka që se ka ditë Enveri. Patjetër. Po paragjykoj, thot, krijimi i forcave dhe në 70.000 trupa për çlirimin e Kosovës. Operacioni që tregoi dhe Herulima. Po, e tregoi Herulima, pa i ka gjetë dokumentacion që thot UÇK. Do dhe UÇK që në 60 Dëntën. E ka themeluar shteti shqiptar? Unë e thonë ka qenë dokument, a e ka themeluar se ka themeluar, është gjithë dokumenti. Është gjithë dokumenti. Unë e zdatom që i ka kriju struktura. Shtria Cëllintare e Kosovës. E ke nga Marenglen Kasmi. Ua. Tani, ushtarakët shqiptar po drejtonin shërbitje të luftëtarëve nga Kosova. Pa. Mund të më thuash kur dhe kush ishin këta, sepse ne dim që dhe Po ishte, shembull ka qenë thash Sali Çeku, Zahir Pajaziti, Luana Radini, Adem Jashari, kanë qenë Sami Lushtaku, ka qenë Jakub Nura, kanë qenë Si është ajo historia që u arrestua Adem Jashari? Si e ditë atë? Qaja se qëre, Adem Jashari në ka arrestuar forcat e rendit në kohën e Berishës për kontraband armesh. Për kontraband armesh? Po gjaje pse po merr armë që me kaluar në Shqipëri. Po duhet ta them një tjetër për sistemin kur u prish se grupi i parë në kohën e Ramiz Alis kaloi pa pasoja. Grupi i dytë kaloi pa pasoja. Po. Erdhi Berisha në pushtet dhe e dekonspiroi komplet. Tash mos të kesh kuptuar mi themi Berisha si Berish. Duhet ta vërtetosh. Ja, të lutem, po ja. Pse grupi i tretë nuk vazhdoi? Që ke kështu anti-berishist? No, përkundër. Që nga anti-berish komplet. Pse nuk vazhdoi grupi i tretë pasi ekzistonte marrëveshje me shtetin shqiptar? Pse nuk u vazhdoi trajnimi i grupit të tretë? Pyetja është e bukur, po duhet. Po lutem. Këtë pyetje do ta bëjmë zotit Berisha. Aty është esenca. Të lutem. Do ta pyes patjetër, të premtoj. Ta jap edhe një argument vogël se s'do ta çorientojmë biseden kur është vërar Luana Radinaj. Vëllavi general Ramush Haradinajt, ish kryeministrit. Ramushi ka qenë me to, me Ali Ahmetin, kanë qenë Rafet Rama, unë kam punu me Rafet Ramen, edhe kam pas bashkë luftëtarë. Pse është varros Luana Radinin në aborrin privat të një qytetarit të Vlanës? Të lutem. Forcat policore. Po? Zotit Berisha ka ndesh me marrë kufomin me u kthy forcat serbe. Është proces, e ke një intervista, e ke edhe Ramushin, për të mos nxerret kufoma nga varresat e fshatit, e merr qytetari, thot, unë e varrosin në oborrin tim. E këtu nuk